shkojmë në pyjet e Deçanit, përkatësisht në pikën kontrolluese Hulaj, ku atje kemi të vendosur punktin i cili bën kontrollimin e qarkullimit me dron. Atë masë ndrunore që e pam të depotet e Temekes atje, aja ka ardhur për këtë rrugë këtu. Kjo atë masë e kanë marrë diku në nalësi mbi detare rreth 1700 metra, pej këtu ka diku rreth 2-13 kilometra. Atë masë dronore kryesisht e ngrejnë me kuaj, zhag, ju shihni këtu rrugën që shikon vazhat, dhe bin deri në këtë pjesë këtu. Kur vinë këtu për shkak se punkti janë gjendet atje, këtë masë e rrokollisin poshtë, edhe kryesisht këtë veprimtari kryet gjatë kohës së natës, domethënë. Këtu në pyje kryesisht private në atë pjesë. Ata me magarë që ishin, me gomarë, po. Vitin e kaluar kemi pas 2 raste këtu. Një rast ka qenë konfrontim me shërbimin policor të Kosovës, ndërsa rasti tjetër ka qenë me punëtorët e APK-s, ku përsëri janë rrah punëtorët e APK-s në këtë pjesë. Kemi edhe nga 15-16 prerës ilegal që shkojnë në mënyrë të organizuar, edhe si do t'ja bëjë roja jonë veti i dyti ose i treti në konfrontim, apo nëse ata nuk pranojnë për me u lishtimu. Kjo është rasti 3 i 4 brenda 2 vite që ne sulmuan njerëz. Kur shkon gjykat, dënimet janë, siç ju thash, janë mjaft të buta, ligji thot prej 0 deri në 15.000 euro, edhe këto dënime diku merren ashtu me siguri se në bisedë me gjykatësit kanë bisedu, ata i marrin për bazë edhe kushtet e njerëzve, kushtet sociale, kushtet e jetesës, papunësinë e gjitha ato. Kjo është një problematikë e cila don shqyrtuar, don punun këtë drejtim. Këta shkojnë natë një shku atje, e po makiroja e ka kap në eltë atje, dhe që i ka regjistru ose si ka po ish, ose i ka regjistru, po thëmë që janë disa për atyre që kapen. Që kemi ardhë po lajmëru ma shtu, tak. Po, e pove, ha? A ka pas më rasti që ju ka nësi ju, ha? Jo. Momentalisht për sot jo, nuk ka pas që të. Po, mirë. Do shumari shku në Elt? Në Elt janë, ha? Po. Aha. Ja 5-6 shku. Po, që na nuk i pam që ishin në Elt ata. Sigurisht Po, që këtu i pam që du i gjujtën trupat, i gjirum që i gjujtën trupat një atje. Që unë përprovoj me marrë këta shërbimin poshtë, me i kap atje nëse... A i shumë poshtë atje? Po, i shumë poshtë atje. Me rako poshtë, në kap të... Po. Nësi në më shë përken të deni në fund atje. Jo marrë ka na. Po. Kur kanë ardhin atë që ja u kanë thy këtë drunin? Që 3 natë. Që 3 gjysë, ha? Po. A mujtë me identifiku ata kush kanë? Po. Emna së vedim. Emnat jo, ha? Jo, po si figur. Po, mirë. Kështu e në siguri ata janë në kajsh. Smajl, alo. E që urgjent dhe në shërbim policorët Kosovës, atjet niset një patrol dhe në Bistric, ka dhe shërbimi i unë të nisen nëse i kanë gjujt do trupa aty në Bistric i kanë gjujt. Në të Lëçanit. Se ishin në Elt ata tjerë, nëse kanë kontakt me ta. Armë s'kem, uniforma jotë, pa isën jo me adilje me sanë, po duhet ata po qëllojnë pak si ma të fort. Veç ata, si shku për Do me pjesë, thonë, juve. a i keni registru këta që kanë shumë në Nora 10, Jo, si një orë, në orë të majtë, si kemi registru ish. Edhe ata, duhet me registru edhe ata në bështë. Ju ish kumë po në orë. Ne jetojmë veç me gjanë dhe prej malit. Dhe mal prej në mënyrë të rregullt. Në mënyrë të rregullt e prej malin me plan. Kërkesën e qesin plutarisë në lejon. Para shumë viteve, kjo pasuni ka qenë krejt e rrugëmarrësve. Ata ka rujt
Çdo fshat e ka pas rujtarin e vet dhe ka rujt vetëm e ka leju me prej ndonjë familje që ka qenë shumë e varfën, me një landë, me një dyrek me latu 4 qosh, e me marrë në krah. Në krah e ka marrë prej rrugove, e ka pru shpej për me shit me ban bukën e familjes. Të thë s'ka pas drejt gjithkush me prej ato që shtu ka tek, në qatë forme kanë rujt, deri sa ka ranë duhet shtetit. Tash në këto vitet e funit, pe 2000 e seknena, kanë dalë që të tendere. Tenderet nuk ka mujt gjithkush me marë se s'ka pas mundësi. Kanë marrë njerëz që kanë qenë ma të zotë dhe kanë shku në të formë. Për para plesh ta nga kanë mësua dhe prej tyne e kemë si tradit rrugohasit e në malë ku shkojmë pyllë sakicën, tash kanë dalë matorsharat, për para sakicën e kam shef. E kam shef nërës jetull, se e kanë konsiderua si krije zgjallë, apo më pret mua ata, qashtu e kanë konsiderua malin. Nuk bën shumë pare. Duket që i bën, për nuk bën se kanë shpenzimet e veta. Nuk ka tjetër formë. S'ka tjetër ka janë gjitë papun si e madhe, rinja rrugave, e vetëmja është që ajo prej malit arna. Në pas mundësi populata me pas tjetër rrugë dalje, malin veç sa për nëzemi se se kish këshyr kush në sy. Veç nuk ka tjetër, herë për njëherë s'ka tjetër mundësi që ajo populatë e rrugovës, vetëm prej malit me jetu se për i kur s'ka fit tjetër.